Ramazani është mundësia më e më e mirë, për faktin se janë të mbyllë shejtanët. E shihni ju, se ja Ramazani është shansë më e madhe, më e mirë se me të vërtet janë mbyllë. Për faktë më të mëdha është se në Ramazan i falmi ka 30 recat, jashtë Ramazanit nuk falmi. Kush ta ban këta? Se shesa ambientin në këtë muaj sezon, diçka frymon më ndryshe. E po tash është mundësia, se mas Ramazanit do lirohen djajet dhe shejtanët. Pastaj nuk kemi kohë për asgjë. Barëm të paktën ta mbushmi si atë rezervarin, mos ta lajmë në të kuqe se rrezikojmë, lëvizjet tonë e këta kur ta mbushmi na, qëra e deponojmë siç duhet, pastaj sfidat, ballafaqimet, sprovat, krejt i kalojmë fortunat me mundësinë më të mirë që e posedojmë. Andaj unë kam dëshirë ta ngresme pak nivelin e adhurimit, se na jep shumë do avantazha shpirtërore ki muaj që nuk na pas kush tjetër. Po keve i mençëm ditë i përvetsojsh, ditë i përfitojsh. Dish me marr për veten tonë, për ndryshe do ikin edhe zvin, sikur që thot populli, njerë kalon mini na për mustaqe, pastaj nuk kalon. Mujt në vit njëra është Ramazani, nuk ka çdo herë. Mas këtij nuk ka, më du të presim 11 muaj, nuk e di sa do jemi gjallë, a ban e gjele sa bara nuk ban, se do qofë lusë Allah në madhuruar të na vedisoje, të na ngrije nivelin e vedisimit. Shumë kemi nevoj për shpirt të vlezër, se për haje, për hanën trupore, jemi të ngopër, nuk ka sen që na nuk konsumojmë. Çdo sen që ka na kanët, ne hajmi, pimi, dëfrejmi, mos të bajmi, sikur sa ata një palë njerë që i ka përshkruajtur Zoti në Kur'an, ata pikë synimin, qëllimin kryesor vetëm për me ngopë këtë stomakun. Ne du ta ngopmi këtë pjesën tjetër që është një pllëm dallimi mes kësaj dhe kësaj, zemrën dhe shpirtin. Kush janë këto që ka ngopi vetëm barkun? Walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwa lahum. Ata që nuk besojnë, mosbesimtarët, ata dëfrejnë dhe kënaqen dhe hajnë dhe konsumojnë sikur se dëfrejnë dhe kënaqen bakëtit dhe kafshat, mirë po vendbanimi i tyre është zjarri. Zoti na ruaj. Allahu na fal gjunaat me di dhe pa dije. Zoti na ka plof me rahmetin e tij. Zoti e largofti dhërimin në mesin ton. Zoti na bashkoft në kënaqësitë e tij, në xhenetet e tij, edhe mundohemi maksimalisht ditët që na kanë mbetë në vijim të japmi maksimumin që të dalmi faqebar, ndërsa lutja jonë e fundit është e quli qauli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.